Është miratuar tashmë vendimi për të rritur rrogën minimale. Prej 1 janarit të 2026, rroga minimale në rang vendi do të shkojë në 50.000 lekë të reja. Qytetarët e Vlorës, si ndjekës të rregullt të vendimeve politike, mbi këtë vendim ndajnë mendime të ndryshme. Pjesa më e madhe e qytetarëve e shohin si tepër pozitiv rritjen e pagës. Sipas tyre, qytetarët kanë më shumë nevojë për të ardhura, pasi çmimet janë rritur tepër dhe situata është bërë e papërballueshme. Jo vetëm kaq, por qytetarët thonë se krahas pagës e nevojshme është që të rriten edhe pensionet. Paga më e lartë do të shërbejë sipas tyre edhe në nxitjen e punësimit në Vlorë. Mirë, kur që para qeveria se është keq, është mirë është. Është pozitiv? Pozitiv është. Çfarë ndikimesh mendon se do të ketë? Po mirëqenien e popullit, kur rriton rroga. 500 euro, 5.000 lekë me pak fjalë do të jetë në 1 janar. Po pensionistët do rritën. Po kështu tha do rritet edhe pensionet. Ne kemi edhe pensionet, unë jam pensionist, po rritet pensionet. Po jo në 4, në 5% në 6%. Po të rritin qik si mas ngritjet të çmimeve të ushqimeve. Mendon se do të realizojnë këto nisma për pagën apo për pensionet? Po. Po. Këto që janë thënë, do realizohen. Po, mendoj që është e drejtë. Është e drejtë, po a do të realizohet? Patjetër kemi shpresë. Çfarë sjell? Çfarë të mirë? Si të ardhurat, të më thënë ne pensionistat që jemi për i bret, ma mandje me këtë që ka marrën tash edhe ministri i financave, edhe zoti Rama, besoj do jetë më mirë për ne pensionistat. Po për ata që marrin pagë, që janë punonjës dhe nuk janë pensionistë, do rritet paga, ka efekte pozitive? Po ka edhe për ata të marrin, pse mos marrin? Që të jemi më mirë, që të shkojmë në Bashkimin Evropian, të gjithë të ushqemi dhe të jemi të gjithë sigurt për të marrë dokumentin evropian që na duhet. Por ka edhe nga ata të cilët këtë vendim e shohin me skepticizëm, e shohin me mëdyrshje mbi faktin se a do të zbatohet ose jo. Për ta, rritje pagës është tepër pozitive, por ky vendim duhet të zbatohet me patjetër. Mos të mbes si shumë nisma të tjera ligjore, të cilat merren vendime por mbetin vetëm në letër, duke mos u realizuar. Shumë i miri, po i pak të si pagë. Pse? Po s'ka dom, shumë populli do të hajë, nuk do brot shkulla. Po anë të mira, po do plotësuar. Anë e mirë është. Mendon se plotësohet? Po jo, pensionisti jo njërë, edhe punëtorët jo. Sepse çmimi ditë për ditë ngrihet. Do iki barabart me çmimi që ka. Paga rritet çmimi. Është rritur para kohë çmimi. Paga është formalisht pa çmim që është. Ndërsa të tjerë qytetarë e shohin si të zbatueshme, për shkakun se sipas tyre ky është një kriter i Bashkimit Evropian. Sipas qytetarëve, Shqipëria mbetet shumë pas për sa i përket nivelit të pagave dhe pensioneve, dhe ky vendim merret për shkak të përmbushjes së një prej kritereve që kanë vendosur për antarësimin, arritjen e nivelit të pagave të Europës, rritjen gjithashtu të minimumit jetik. Nuk e shikoj, domethënë, partia kështu e partia ashtu. Në kuadrin e kërkesave që ka Bashkimi Evropian, sipas mendimit tim, ne jemi shumë poshtë me nivelin e pagave edhe me mirëqenien. Na kalojnë gjithë shtetet e Ballkanit. Unë jam pensionist edhe për pension tani. Tani e ka marrë deri gjithë të shohë se është në kërkesën e Bashkimit Evropian. Si e kemi nivelin e? Me këto nivele që kemi nuk të parani është njëna kërkesat e Bashkimit Evropian. Lështë është ashtu propaganda pastaj vërë. Mendon se do realizohet? Po, detyrimisht, pjesë. Do filloj të realizohet, por si këto shfitimi për ne është prap i vogël do jetë. Po sepse e shikoj që nga këto shpjegime, përqindje familjare, ke parasysh është një konglomerat problemesh që unë nuk e di. Ta vras mendjen sa do marë. Atë i thash dhe vajzës se vajza është në punë, unë jam pensionist. Plakën se kam. Po me sa në asë, shkollë kam plot, edhe një politikën, edhe nuk besoj se do kënaqemi. E kupton të flasim kështu, nuk është që them unë mas, edhe është tjetëra. Por që unë e shpjegoj këtë
një detyrim. Po, kështu e shikoj dhe kështu është, se po tjetë për të tjera gjëra. Si pas këtij vendimi, i cili do të nisë të zbatohet me 1 janar 2026, pritet që brenda 4 viteve të ardhshme, siç është parashikuar, paga minimale të kapi kotën e 70.000 lekëve të reja.